Për shëndetin a kuzhina njeri, sot kam vendosur me përgadit bukë, sikur nona jam që i përgaditke në furrë. E kemi pas furrën, jo furrë të bukës tash që shesin boreka e bukë, por furrën në shtëpi, që ka pa ble baba Rametlia, Allah e shpërblet me xhenet. Furrën pra, ju kujtohet ndoshta keni pas shumica që shtishin rama për ndryshe krona edhe nxejshin mirë edhe pjekshin ka 5-6 buke ma shumë pra për një herë. Krejt çka nevojiten prej përbërësve janë 1 kg miell, 650 deri në 700 ml ujë të ngrohtë, një lugë të gjellës me krip, një katror kështu moja të bukës 40 gram të freskët ose një paqet 10 gram që është moja të bukës pluhur, një lugë e gjys të gjellës me sheqer. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Tek uji i ngrohtë hedhim kripën e troshitim moja të bukës, edhe shtojna një lugë të gjellës e gjys, pra një lugë e gjys gjellës me sheqer. I përzina ta përbërës derisa të tretet moja të bukës, sheqeri edhe kripa. Pasi që është tretur kripa, sheqeri e moja të bukës, bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Ne jemi konë familje e madhe edhe jemi, alhamdulillah, kështu që nona qitke gjithmonë, çdo ditë bukë të freskëta, i lumshin duart të thojna, bukë të freskëta pra i pjeke pizeta që bashkë të knaqshin. Edhe i pjeke për një herë në furrë. Veç aroma tyne, krejt shpis edhe borët i veke. Qashtë mira që u bashkë. Për 1 kilogram miell, pra 650 ml me ujë qëtë, pra ballë, shto sepse brumi duhet me qenë që të ngjitet për duarve. E ngjeshim brumin mirë. Tash brumin e mbulojna për 10 minuta me një salvete pastërt, pra çështë që e mbulojna për 10 minuta. Pas 10 minuta e largojna salveten. Tash t'i lagom gishtat e duarve, kështu veç pak me ujë të ngrohtë edhe parap e ngjeshim brumin kështu. Prap e mbulojna brumin tash për 20 minuta. E lojna të mbuluar me salvet. Bas 20 minutave, prap e largojna salveten, edhe tashti i lyna gishtat jo në ujë, por në pak vaj. Prap e ngjeshim brumin.
Mbasi që të ngjeshim, e mbulojna para brumin në salvet edhe lojna për 1 orë të qëndroj, pra të pushoj të dyfishohet. Këto janë bukët pra sikur i kanë përgadit me parë nona tona, gjyshe tona që i kanë gjesh 2-3 herë. E ngjeshim brumin edhe në duar kështu. Edhe e qesim në tepsi. Tash e mbulojna brumin me folje të kuzhinës naylon. Edhe krejt për mi prapë salvetën edhe lojna prapë për 1 orë që të pushoj brumi. Në temperaturë prapë dhomës. Pas 1 ore, mas e kemi lënë pra brumin me u dyfishu, e shefni një brum fantastik, mashallah, i but edhe që ngjitet pra për duarve. Tashti e morëm 1 pjatë, bismillah, qesim gjys gote të ujt valt nxehtë prej bakallit që kemi vlu, gjys gote të çajit me ujë të ngrohtë, jo krejt ftoft, edhe 1 lugë të gjellës me miell. Përzina mirë, që mos tjetë asnjë kokër mos mbet pra. Kjo është që i lyke nona bukët për mi. Para se mi shti me u pjek pra në furrën e nxehur. Kur e nxejke furrën mirë, me dru ose me krane, mandej i hek ato krejt për furrës, edhe i pjeke bukët veç gocat. Fantastik përzina. Bismillah, largojna po edhe foljen naylon mbas 1 ore. Furrën e kemi lshu me nxehtë temperaturë 250 gradë. E shefni brumin pra ngjitet për duarve. Pra për ngjeshëm, kështu. I lyna pra duart pak me vaj. Edhe bismillah, tash morëm brumin e qesim tek drasa e kuzhinës. Ngjeshëm. Edhe ndojna brumin në 3 kuleq. E marrim tash një tepsi ku kemi qit pra letër për pjekje. Edhe pak i lyna dorë që mos ngjitet pra brumi. E qesim kuleqt bukëve pra në tepsi mbi letër për pjekje ku kemi qit. Pasi që i kemi qit, pra bukët në tepsi, kuleqt, veç 5 minuta i mblojna me salvet. I lojna pra për 5 minuta.
mbas 5 minutave, tash prap e hekum edhe salvetën. Kështu duken bukt për mashallah, e shikoni. Tashti e përzina edhe një herë, këto nilën me ujnë në nxehtë dhe ujnë në ngrohtë, që e përzit dyert, furra veç është nxehur, edhe e lagum gishtin qështu, ja bojna një vrim, ja bojna ka një vrim, pra, këto buk i ka pjek nona edhe me qerep. I lagum tashti gishtat edhe përmi i lina bukt, pra me këtë ujnë që kem përgadit. Furra është nxehur. Basi kemi lyp përmi, tashti i fusim bukt, pra në furrën e nxehur në temperaturë 250 gradë që të pjekën. Edhe bukt i kom hek prej furrës, i kom pjek pra në temperaturë 250 gradë për 20 minuta, telin nuk e qitni krejt nelt, para fundit e qitni poshtë, pra, edhe i pjekni pra për 20 minuta. Në anën tjetër ku mor një salvetë pastërt, i qesim pra bukt edhe i mbulojna për një 5 minuta. E kemi prej edhe bukën, mas i ka pushu mas 5 minutave, edhe duket kështu, të buta pamuk. Pra këto i ka përgadit këto bukë të bukëra të shishme që ju knoqen bashkë nona jeme, brilushin duart e saj, edhe elhamdulillah faleminderit Allahut që e kam non edhe ku mësu për i sajna. Tash vazhdoj edhe une, si kurse nona e jam. Sidomos tash për Ramazan, o të knoqen. Bukë qështu, pak lang në speca, djathë mos lëp më mirë, bashkë të knoqen. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mia, faleminderit për përkrahjen që ma bani komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nirit. Ju them miru pafshim.